Мнозинство, 6 прашања ќе ви постават и ќе побараат од вас одговор. Редоследот, ајде да се представи. Un'ora all'inizio dobbiamo classe 1. Un'ora sera dobbiamo classe 1. Un'ora arbacı dobbiamo classe 1. Un'ora mezz'ala dobbiamo classe 1. Un'ora adolescente dobbiamo classe 4. Un'ora marzadeshi dobbiamo classe 1. Un'ora sala dobbiamo classe 1. Adesso vediamo stare spesso un cesto delle. Un'ora ora dobbiamo classe 4. Un'ora sala dobbiamo classe 4. União Miquela Bocusa veio classe nesta. União Miquela Bocusa veio classe nesta. União Alcura Barame veio nesta. Sara Bibo veio classe nesta. União classe Bibo veio classe nesta. União Sara Bibo veio classe nesta. União Redo Pilar veio classe nesta. Ninguém da se представи со Лаура? União Maria Chava, não sei duas anestesistas. Јас сум Драги Змијанов, председател и основач на првата детска амбасада во Северногришје, амбасадата кај име Катерингришје. Сега вака надворот протокол што се вика. Нечи не гледам се. Само две машки гледам. Меѓу тие две машки има една Било ќе што има повеќе Имам жени. jedan tri, a treći je има две машки, ама има една снимата машка, една машка и меѓу тие две машки има една што ќе постави прашање. Ајде сега. Може да почне? Trebuie rast la cele de la ce neve na trening edhe ke dy arsye. Problemet më të mëdha kohët e fundit në qytet, prapja aty është e tepërt dhe kjo na rrezikon të gjithë. Përveç se na rrezikon, ne vetë duam të që të jemi të sigurt nga qendra, nuk duam të qendra të largohen në mënyrë jo humane, nëse bëhen largime të tyre do dëshirojmë të jetë në mënyrë humane të marrin njerëz të veçantë kujdesen apo të kryesora të mos vdiken apo lënda. Најдобро начално ќе протоколарно. После секој прашање да даде одговор, па да идеме поред. Problemi me qendrën ndërçarë në përshëndetje në qytetin e Librës, po të gjithë qytetet, po edhe në Evropë kanë probleme shumë me qendrën. Nga se bëhet për qendrën të gjalla, se të vjen dhe turina, ato i merë edhe i vendosin, unë i shduk edhe mirë po qendrën ndërçarë vjen qendrën të gjalla, që që është pak problem se si trajtohet, edhe të bësh në mënyrat më të sofistikuar, të bësh në mënyrat më të bashkëkohore të trajtimit të qendrës, e nga ta përsëri nuk do arrin ai qëllim ne për të cilin, të cilin dëshirojmë ai. Kështu që edhe në Dibër, problemi me qendrën ndërçarë është një problem i madh, me të cilin ne përdit përballemi ne si komunë, për trajtimin e tyre, po edhe qytetarët që ka shumë ankesa për organizimin e qendrës ndërçarë. Trajtimi i një qendre ndërçarë me norma humane, të themi, kushton rreth 120 euro dhe trajtojsh 100. Kështu që buxheti i komunës së Librës, po edhe buxhetet e komunave në përgjithësi në Maqedoni janë të varfëra dhe nuk mund ta përballojnë 100% domethënë këtë kost. Se çdo gjë ka edhe një kost. Dëshira është një, kurse kosta e dytë. Vuajmë nga qendra ndërçarë, të cilët ne i kemi të autoktonë, domethënë në vendin tonë të Librës, mirë po komuna të tjera shpesh dinë të bëjnë në mënyrë jo humane ose në mënyrë me rrugë jo ligjore, i binë qendrën nga komuna të tjera edhe i zbarkojnë këtu. Ishim një aksion për trajtimin e qendrës ndërçarë u arrit një situatë e përgjithshme, mirë po kohën e fundit kemi të dhënë nga qytetarët se kanë pasur që 2 kamionë të tjerë janë shkarkuar në qytetin e Tibrës, edhe ato kanë filluar të shohin në për qytet, në për rrugët e qytetit. Sigurisht, ato
tash kanë ushtime, çka do të ushtehen, mirë po kur vjen dimri, kur nuk ora, kur është ushtimi, ato do të bëhen më agresiv ndaj njerëzve. Kështu që komuna Dibër e ka edhe këtë fazë, një fazë u kry, kur që ka bërë faza aty, që të merrni edhe me trajtimin e qeverisë komunale. Fondi ose buxheti ka planifikuar shpenzime për trajtimin e qeverisë komunale, do të nxjerrim tender për kompaninë e cila është e tillë që të trajtojë qeverisë komunale, edhe besoj se në kohën shumë të afërt do të fillojmë me trajtimin e qeverisë komunale në mënyrë humane në kupton kastrimin ose te femra që në femra është sterilizimi, vakcinimi kundra leishmaniozës, është një sëmundje shumë e rrezikshme, kundra echinokokut, edhe në qoftë se ka leishmaniozë, është një sëmundje që e kemi parasysh, edhe ne do të bëjmë gjithçka, do t'i gjejmë fondet, edhe do t'i fillojmë me trajtimin e qeverisë komunale. Edhe për krah kësaj, nëse ne I marrim të gjithë masën, përsëri, ai qenë ndacak pas trajtimit medicinal, edhe pas trajtimit human që themi, ai përsëri do të delë. Kërkush nuk mund të garanton se ai qenë prapë nuk do të trashërohet në një person. Do është një problem jo I zgjidhshëm deri në fund. Kemi një rast në komunën e Zhupës, kryetari I komunës të Zhupës, ka pas një rast kur qendra e ndacak e ka sulmuar një grua të plakë, edhe mbarojti ishte mbarojt fatalisht, do të vdiq nga optimi që edhe kryetari I komunës kishte përgjegjësi penale, është dënuar do të thonë në gjyqë me 6.000 kush, 7.000 kush. Në kosh punë e lehtë, kryetari ka një përgjegjësi shumë të madhe. Megjithëse ai kishte trajtuar këto qendra ndacak me këto metoda të humane. Është një problem shumë I madh, mirë pa problem duhet të zgjidhet, se kosta e fëmijëve, unë them mos na portë në rast kështu se mund të vijë se çfarë. A mund të mos? Kështu që duhet edhe ju të keni sa kultura do të merrni gjithë masën, ku shihni që në ndacak mundi të shkoni me makinë sa e ndimit, të keni një siguri me prindët ose të shkeni në shërbim. Do të shkojmë në një partneritet, në një bashkëpunim. Ne do t'i trajtojmë qendrën, edhe ai do një kohë, mund të zgjatet 1 muaj, 2 muaj, deri kapja e qendrave, trajtimi I tyre si shkon ai procedura. Edhe askush nuk mund të garanton se ai që është trajtuar në mënyrë humane, përsëri nuk do të trashërohet. Kështu që të keni kujdes, edhe gjatë ecjes në rrugë, në shoqëri me prindët, ose me makinë, ose si. Kështu. Unë jam këtu sot për kinemanë. Ne me qenë se jemi familje, ne kemi shumë të drejta, të shkëllohemi, të luajmë, të renasemi, por kemi të drejtën e argëtimit. Dhe kjo argëtim ne mund ta bëjmë në kinema. Pse ne kemi kinema në Dibër, por ne nuk luajmë aty? Pse nuk mund të na realizohen filma, çdo të shtunë, që fëmijët mos kohën e lirë mos ta kalojnë në celular, duke I dëmtuar sytë apo diçka tjetër, por të kenë mundësi të shkojnë, sepse edhe film, I cili është I luajtur në kinema, mund të jetë shumë argëtues për familjen. A mund ta bëjmë ne këtë gjë në Dibër? Me qenë se kemi kinema, a mund të luajmë? Për sa kohë mund të bëjë kjo gjë? Kjo është e pyetja? Kjo është pyetja se Për sa kohë mund të bëjë? Unë. Да, за колко? Извини, сега аз знам вас kako bi rekla bilo. Ima za preveduvanje, nego da znaju porano, che I governatori I predavači ima za preveduvanje. Filmine partije bombau për këmë qenë klasë 4 fillore, ka qenë Tarzani, ishte falgjyrë. Edhe sefte kur hina në kino, se edhe televizorën kishte më parë, ose kishte u bardhezi televizorën. Ka qenë një djalë agje, studionte në Prishtinë, ishte studenti I drejtësisë, viti 3-4 tashmë,
Edhe ju lutë prindërve të mi, ta mund ta marrë fjalën sa ta çojnë në kinema. Unë kisha ndëgju kinema, ma se si duket në kisha pa. Edhe, tash unë. Unë e disha edhe këto, sepse dhe fëmijët në moshën tonë që janë, Nuk e din tash nuk e din çfarë është kinemaja, do ta apo thej, çfarë po, do ta realizohet thej. E kështu që kur shkova ishte një plan i madh i prezantimit dhe i projektimit të një filmi, ishte krejtësisht ndryshim nga televizori. Donë këtë du ta thej. Po falni një sekondë se është pak. Por no, ndryshoi që nuk ishte e njëjtë si në televizor kur e shihshin, edhe sikur në kinema ajo projektimi, ajo plani i madh. Me vërtet ishte një realizori që shkoi te stereo, domethënë ishte një projektim shumë takimi i parë me kinema, domethënë ishte shumë befasues. Kinemaja ka se dia dini ku ka qenë më përpara. Ka qenë në kula i Cadrës ku e ka dyqani. Ka shëtë Zegvini apoteka si poshtë një ndërtesa. Atë ka qenë një arqivatore, çati ka qenë kinema. Edhe ne atë shifshim krejt filma, atë kishte filma kauboj me partizan, kishte shumë mirë. Edhe na çuishin shkollë, organizoheshin shkolla, të organizuar edhe na çuishin. Arritjen e teknologjisë ma kinema kemi mbritë të bëjmë në çdo celular. Kinema kemi ato kablloskat, ato antenat, kinema ne e kemi në shtëpi. Kinema ne kemi në shtëpi, edhe kështu që roli i kinemasë, tash unë flasim me tjene në kinemasë, po të tregoj një përbuhe kështë. Roli i kinemasë filloi të humbet. Se ato qëllime që ishte pas kinemari kanë marrë në përmes celularit, në përmes televizorit, kabllosës, se di kushti. Kështu që u arrit levërdia ekonomike nuk ishte më, se nuk shkonte në kinema, ose shkojshin 1-2-3 vetë. Nuk shkojshin ma në kinema. Edhe kinema kemi mbyllur. Ekzistojnë vese në disa qendra të mëdha, në Shkupi kena ato qendra titare, ku jenë. Kurse në Tibër, e kemi ne qendrë për kulturë, ose si komi pallati. Në pallat atje, drejtori i pallatit organizon në kinema, sidomos verës, ka prezantime të filmave, po kërkesa ju është që të ketë, domethënë, kinema edhe jashtë aty verës për shfaqet edhe jashtë ose çdo të shtunë. E tash, ju duhet ta shohni birin në peti, asnjëherë se dia ka qenë shumë për sineteks, është kinema, shumë ka qenë vesh për ta pasë si duket. Edhe besoj se dikush prej jush nuk e di se çfarë. Ja do t'ja fjalën. Pash datë të caktuar s'mund të takoj, po të lutem, si e kësherru? Po pas se 100 euro. Do të ma kujtojsh të hanë kismet, me numër telefoni, edhe do të më bëjsh. Që bo me kinema, që ta marrë drejtori, edhe të organizojmë për shumë një të shtunë, ditë të shtunë, edhe ju ta zgjidhni filmin, ose si jenë ato mundësi teknike, unë e di, po që ta prezentojmë. Mund të bëjmë edhe dramë, që të marrë në pjesë edhe fëmijët. Mirë, edhe këtë të provoj të ta tregoj që në shkollat tona mbashin aktivitete plotësuese, tash nuk e di se si në program. Zotërin Kuran në Siguri, profesori, e limita rolin e regjisorit, edhe ku mbytur në ditë dramë. Edhe bëhesh nga këtu, që për fatkeqësisht tash nuk ekziston. Do ai do jetë angazhimi i drejtorit të ju, që të angazhoni njëri kush ka se për ati zbulon artistat e ri, mund të ngjallen ato interesi për të studiu për shumë për artist e sende të tjera. Erza, ave coordonacionul turizmit. Da, programi se javit i ke zborojme do mi dane malë cifrese. Që nema problem, imam sa tehnologijat e spremna, pa ka ta? Në fond të javit të gjitha. Ma këtë të të ta. Se arrujë një që një fond. Ok, ostavljamo ušte 4 prašanje. Sledno, no? Dhe pak të tarë, ne në të shkollë kemi fëmijë me nevoja të veçanta dhe unë dëshiroj të them a mund të punësoni një defektolog i cili mund të ndihmojë këtyre fëmijëve me nevoja të veçanta. Si kështë një pasaj? Agjere Pesko. Agjere? Të gjyshesh e ke? Po. Kuj, mende. Për këtë, unë e kësha të drejtorin se si e parashet program. Mund të gjerë
Po, me të ja përçarim e gati çdo vit planifikojmë kursimin e një sekretariatit sepse ne vërtet është ne jemi publikima të komunës, kryetari i komunës, si kryetari i komunës gjithmonë në shkruan të tjerë dakord që të shkojmë në sekretariat. Por ama procesi shkon deri në Ministrinë e Arsimit dhe nga atje akoma nuk kemi përgjigje të paktën për këtë vit. Ndërsa për vitet e kaluara kemi pasur përgjigje negative. Po shpresoj që këtë vit kryetari ka shkruar kërkesat dhe kemi bërë muaj ekonomik, kemi dërguar në Ministrinë e Arsimit për nevojën, kemi sqaruar nevojën defektologët në shkollën tonë dhe shpresoj që këtë vit presim dhe fund të vitit na miratojë kursimin një profesionist defektolog, që në vërtetë kemi shumë të a ka dhe në mundë të stop. Do në pas, të shojmë procedura atje. Po, do të lëvojmë që i do të lëvojmë, po, ministrin që ka miratojë. Ви благодарим што сте се застапувате и ќе лобирате и многу деца да дефинираат потреба за дефектолог во училиштето сајте. Значи, многу деца има кои не потребен, така да искористите го како аргумент кој се обратите до Министерството за образование дека самите ученици констатирале потреба. Може ќе ви помогне. Остануваме сега на следното е четврто прашање. Që në kam që të diskutojnë problemet e tyres, doja që ta diskutojnë një problem shumë të rëndësishëm. Sepse ne të kemi nga shkolla probleme bazike, është errësirë dhe në shumë në lagje dhe në qendër nuk ka shumë drejtësi të rrugëve. Nga ashtu edhe nga aktivitetet që ne kemi që shkruajnë gjatë mbrëmjes, për të kthyer ose për të shkuar atje ne nuk mund të shkojmë sepse nuk ka shumë drejtësi të rrugave. A mund të bëni ndonjë gjë për këtë program? Si është edhe në fakt. Si? Vlerë. Si të thonë të përgjesën vlera, ne në shkollën tonë e dim që nuk na lejohen celularët, prandaj kërkojmë që të ketë ndriçime për rruga, sepse nuk mund që të shkojmë në shtëpi, sepse rasti si ndonjëherë dhe Qendër ndërcake, ndriçimi publik, uji pishe, dhe rrestimi ujit për të tojë, do shta dhe kush ka dhe kush ka. Infrastruktura, rrugët në qytet, mbeturina, kretë këto e disa halë të mëtura, cilët ne natë e ditë hasemi të thamë me këto probleme. Gjithmonë trashëgojmë disa pasoja të negative nga menaxhimi i komunës, nga funksionerët e mëpërpashëm. Dikush do t'i trashëgojë ato mangësi e mia, ai që do të jetë tjetër menaxheri tjetër, sekretari tjetër. Kështu që unë them gjithmonë nuk është lehtë. Nuk është lehtë, po nuk është edhe rëndë që ta zgjidhësh një problem, nëse fillosh që ta zgjidhësh, edhe ke vendu përpara në plan që do ta zgjidhësh, ke qëllim që ta zgjidhësh. Besoni ju si fëmijë ne nuk duhet të ngarkojmë me problemet e komunës. Po ju si fëmijë duhet që ne të jemi ata që e ndërtojmë ardhmërinë e juaj. Në qoftë se ne nuk e bëjmë këtë punë, ne mendojmë për ardhmërinë e juaj. Që kur të shkoni në shkollë, kur të ngrini në mëngjes, i lani faqen, ose të lani trup, të keni ujë. Kur të niseni për në shkollë, të mos kenë e ndancakti të rrezikohet jeta e juaj. Kur të dera që mos u rrezikohet jeta, mosia pi narkomania, mosia alkoholizmi, mosia sende shumë të tjerë. Po mos u rrezikohet. Kjo është detyra jonë të cilën ne duhet ta bëjmë. Të gjithë biznismenët, se dikush e ka babën biznismen, dikush e ka arsimtar, dikush e ka punëtor, ujk, të gjithë duhet të mundohemi në këtë mënyrë të veprojmë. Çka? Secili ta bëjë punën e vet në mënyrë të ndeshme. Në qoftë se ne nuk e bëjmë si prindët e juaj punën tonë në mënyrë të ndeshme, atëherë ne ardhmëria juaj është jo e vërtetë. Edhe ju do të detyroheni, nëse kur të bëheni kafë punë, nuk do ta jepni kontributin në vendinjen e juaj, po do të shkoni në Gjermani, do të shkoni në Amerikë, kështu me radhë, sigur është tash situata. Kështu që ka qenë problemi se nuk ka funksionuar, se nuk është punë e juaj, është punë e jote. Po veç këtë do të tregoj. Ndriçimi publik ka një muaj që ka filluar televizor, se
disa kohë ka qenë në eficienca, ashtu si duhet, se kompania që është dashur që paguhet për atë aktivitet nuk ka qenë në detyrë ashtu siç duhet. Kështu që neve kemi marrë të gjithë masat edhe ka filluar të funksionon. Keni pa një kamion që vije i nartë dhe i rregullon ata ndryqimet, po e kanë bërë një plan pune, do të shkojë fazë pas. Nuk do të televizor diçka, po ju u kisha nëpërmjet prindërve të ju, ose ju direkt të evidentoni, për shembull një mall unë ka ndryqim publik, do të jap unë një numër telefoni ku ju do të paraqiteni, ose në website-in e komunës, ose në Facebook-un e komunës oficiale, mund të çoni filan rrugë në kartë ndryqim, mund të bëni attachment edhe foto se ku ka probleme ndryqim publik, edhe ne për një kohë të mundshme do të arrijmë aty edhe do të rregullojmë ndryqimin. Nderuar kryetar, nëse kemi ardhur për të kërkuar kërkesat tona. Si për shembull, njëra nga këtyre kërkesave është që në qytetin tonë të krijohet një luna park që fëmijët e kenë ku të losin. Sepse ne jemi të vetëdijshëm që gjatë gjithë kohës së ditë, ne kohën tonë nuk e shfrytëzojmë, por e shfrytëzojmë duke qëndruar nëpër celular. Dhe kjo e dim që në tonë është shëndetin tonë. Është një kërkesë direkte, luna park se siç ka nënkupton. Unë kemi një projekt i cili do të financohet nga sektori privat, konkretisht ashtu si janë me se kur ta shohim atëherë do ta shohim, se mos e themi se të njerëz e thotë e marr e bëj projektin një punë jetor. Kështu ti mos nxitojmë me përmendjen e emrit, veç një afarist e ka marrë projektin për të hapur një kënd lojrash për fëmijë. Tash do të jetë i tipi të mbyllur, ose do të jetë i tipi të hapur, nuk e di. Unë insistoj të jetë i tipi të mbyllur, sallë edhe mbreta të ketë krejt ato lojë aty. Që të funksionojë edhe dimrit edhe vetë. Një modus, ose si me pa një shembull, e kemi marrë parkun e Orë, që është atje rreth Ligjit, ku ajo është për mosha të vogël, është mosha për ju. Po mund ta shfrytëzoni edhe, po ju kërkoni një luna park. Luna parku zakonisht e kuptojnë ata duhet të vihet dikush se ajo është private e ka me disponuar. Mund ta bëjë edhe komunë, mirë ajo është një menaxhim që se kemi pa shembull të jetë në Maqedoni. Do ato kompani që i kanë ato luna parke, ne mund të bëjmë një kërkesë, të kërkojmë në internet, mund të nxjerrim që japim një pjesë të qytetit, ose një pjesë një parcelë, ku ato mund të instalojnë ato lojnë ato si luna parke. Kjo është një ide që nuk e kemi menduar. Po jam një ide që mund ta bashkojmë me ato. Okej. Do të flasim për luna parke. Kurse këndi lojës natë në ambignan për tim do të këndi lojës. Има три допълнителни прашения. Pse ne duhet të shkojmë në dy ditë tjera që të bëjmë 2 ose 3 orë duke ecur për të shkuar të argëtohemi, duke qenë se ne në ndihmë mund të bëjmë. Këndi lojës do të hapë. Po ju jeni moshë pak më rritur, do të këndi lojëra do shërbush për ju është për moshat më të vogla. Ama për luna parku që këtë gjosë se kemi ditë në si ide, që në bëjmë, do të vullëndojmë, do të shohim cilat janë ato që ofrojnë luna park, ti caktojmë një parcelë edhe ku ato mund të instalojnë ato rekvizitat e tjera. Që e kam vetuar në shkollë, sepse edhe ne kuptojmë gjëra që janë të vogla dhe që do të mund të nga promotion tonë, kuptojmë gjëra më të frikshme. E fakt, më thonë, për moshën ju duhet ajo që rrotullohet kështu ata një përqatëve, që ta shohim, okej, po është ide që se kemi pasur. Po për aktivitete të cilat ne kemi çdo kush ka qejf të merrë në një aktivitet, për shembull volejboll, basketboll. Këtu në Dibër ka vetëm klub futbolli dhe basketbolli. Ne dëshirojmë që të ketë më shumë. Për shembull, aktivitet noti, volejbolli, një aktivitet që një nxënës apo një fëmijë ka qejf të shkojë dhe të merret pas shkollës apo në kohë të lirë. Që të mos qëndrojë të merret me gjëra të kohës. Amira se. Mos rrinë në celular, mos rrinë në celular, mos rrinë në kompjuter, mos rrinë duke pa televizor,
vetë ju e shihni se e llogaritni atë si negativitet në qëse e teprojmë, se normal që kemi nevojë për celular, normal që kemi nevojë për kompjuter, edhe për të pa televizor, po jo t'i kalojmë normë. Çdo gjë bëhet në orar, kështu për ta racionalizuar, koha duhet të racionalizohet, të ndahet në pjesë. Kaq flej, kaq do të pushoj, kaq do të mësoj, kaq do të shërbis, Marrja në sport, në kulturë, është një aktivitet i cili të largon edhe nga të këqija. Se shoqëria ka edhe pjesë të këqija, të cilat fëmijë në moshën e adoleshencës, sidomos, ku është moshë ku personalitetit i njeriu bën një kthesë. Në moshën e adoleshencës tash nuk jeni bashkë, do të thonë aty afër, po kur do brenda në adoleshencë do të mendoni kështu, do të mendoni ndryshe, se truni ndryshon interesante. Edhe është mosha më delikate ku ne mund të marrim veset e këqija ose sëmundjet e shoqërisë. I ceka më përpara, narkomani, alkoolizëm, humbja e kohës natë e ditë në kafiqe, edhe në fundet jo të mira, por në punë të këqija. Edhe është një moshë shumë delikate. Në qoftë nuk ekziston sport, në qoftë nuk ekziston kultura, në qoftë nuk ekzistojnë prindët e edukuar. Atëherë ne ju shumë lehtë mund të edhe shoqëria e keqe, domethënë shumë lehtë mund të shkoni në disa vese ose mund t'i akceptoni ato disa sëmundje të shoqërisë. Të cilat i përmenda. Kështu që në dibër veç funksionojnë, por në kemë në nivelin e kënaqur disa. Për shembull, për sparring dëgjoj që ka jam ka edhe volejboll, futboll, ka karate, klubi karate, ka edhe dita shumë ka aktivitete sportive. Notin në kemi shandilju që ka, edhe kërkush, se unë kam bëj një ora, takim me të gjithë shoqatat edhe me klubet sportive, edhe me këto shoqëri kulturore artistike, kom caktu një orar, hapeni website-in e komunës, do t'ja edhe website-in ta kontrolloni website-in e komunës. Ta shoj e që një website shumë të ri. Ja tash mora ideja që edhe me gjashin që se ka përfaqësues të vetëm do të larë një pjesë të ambasadorëve të fëmijës ku ato mund të hiqen në diskutim. Kështu që besoj se ka ku miren fëmijët. Duhet të pyetni shoqet që shonë Sara me në pjesë në karate. Po ti se ke qef karate, ne ke qef notin. Për notin të tregoj të drejtën duhet një bazen të mbyllur, se notin nuk është veç verës, po barem verës të organizojshim një garë me notin. Jo se kemi shqyrtu këtë moment, e kemi shqyrtu mirë për në ka ende dhe një klub që mirë të një. Për ka jam ka, di që ka, për notin. Ishte një arritje madhe për Dipër nëse në çdo që ne organizojmë në Dipër, do të kishte shumë shumë në vënën e municipalitet dhe në karate që ka shumë që ka shumë e bandidata, në të tjetë një arritje shumë madhe për çdo aktivitet. Sigurisht, me karate unë e kam një shumë simpati për të mshes. Nga ato që organizoj, edhe ju që jeni pjesëtar, antarë të tash tjetër të jashtu, edhe kom një simpati se të i vetë një klub që në tjetë të thanë këtë në komunë, veç raporton punën se qka ka bërë edhe në kërkoj bërë. Dhe vanë financim. Edhe atë financim që unë vajapi, për krahë financiare, është simbolike që janë me atë financë ato sosin shumë punë. Kjo është shumë gjënë. Edhe më japën vullnet, edhe më të tjetë që të ndihmojnë. Beso, kom qenë për krahë, treneri juj, edhe Turini, edhe Lani, ka qenë shpesh vinë ke mu, po më raportojnë, se dhe janë shumë trenarë në punën e iqë, se shka po. Shku që, konkretisht, për karate, kom fjallë me se të një, tabu. Fëmijët do të ishin më të kënaqur sepse ka disa fëmijë që kanë pas ëndër atë aktivitet, por nuk mund ta realizojnë për. Unë kisha thirrë, në qoftë se shihni një talent. Shihni një talent, shoqë se ju i ndihni, në ka mundësi që të pagohen a është talent, paraqitur në këtu unë do të bëj. Financiarisht. Mua më duhet të këtu të krenazhe,
Krasu Sara Duka, që marrë vendet të plegarit të para, po shtatet e parë nga te, dhe Lubina Capa, janë gjithë gjërës të shkollës së ime djeli, dhe u bëjë filje dhe FTS, apo motiv të gjithë të kyqe në sportet që e dëshirojnë, si shtamë, futbol, basketbol, volleyball, tenis, tani. Të shumtë që në fundit të përbalojnë grana financiare, prandaj do ishte diçka e bukur si kur të hapeshin të paktën një herë në javë një aktivitet apo një gjë ku mund të marrin pjesë fëmijët e gjithë qytetit dhe mund të mundësojnë këtyre fëmijëve kohën dhe përparësinë në fushën e sportit. Kush është qëllimi i pyetjes, do të thonë ato që s'kan mundësi që të kishin për shkaqe financiare. Për shembull, një herë në javë ose një herë në javë aktivitete, mund të ndërmarrin aktivitete që mund të marrin pjesë të gjithë fëmijët e qytetit, pa pagesë dhe të mësojnë. Për shembull, keni një për shembull lojra të ndryshme, vazhdimon inteligjencë, lojra të ndryshme me. Kjo do të shkojë sigurisht. Kjo do të shkojë në bashkëpunim me shkollën, në drejtori, le të iniciojnë ato të kulturës fizike, lojra popullore, mund të organizojmë si me thanë, si thonë ati olimpiadë e lojrave popullore. Mund të organizojmë. Jo, veç janë të organizuar do klubë sportive të shkollës, Unë mendoj se shkolla jonë duhet të ketë më shumë ujë, pasi kur vjen muajt më të nxehta, qershor dhe maj, ne nuk kemi ujë në shkollë dhe kjo është një gjë shumë Normalisht, negativ. Ujë. Katër probleme të mëdha që jenë në qytetin, ndër ato është edhe problem i me ujin e pishë. Besonin që është një ndër probleme më të mëdha, të cilët unë kam në planin tim të menaxhimit. Veç kam filluar të kontaktoj me ekspertët të cilët mirën me ujin e pishë në qytetet, ashtu shumë të klasën pak si në thamë popullorqe. Jenë ekip në nivelin e profesorëve, akademikëve, të cilët e kanë bërë projektin edhe të festivalit, e kanë bërë disa pjesë në Shkup, që bashkë sot isha një kontakt, ato ka lartë dy herë, njerë ishin në tibër, edhe dumë që problemi e ujtit të pishën të zhjit në radikale, jo në mënyrë parciale. Çka do të thotë? Jo, tu s'ka ujt, i shoh ujt, kaloj kjo verë, heshë kremit do të shkojmë nga, vjen ujt i katarë, rësotë të një verë, e deri të konsumatë, që ma mos kemi problemi. Ki do s'gja? Sama. Kaj zhivesh? Dobro. Zgrada ima Mos që bagaj të shokës. Da. Ne si edhe një përket që shërëmi që ta bënim, si për shembull gjatë verës të kishte pak më shumë katër verore. Ne të shkolla Sajna e Deni gjatë çdo viteve verës kemi pasur kampe, edhe vjetë dhe par vjetë, në të cilët ishim shumë të kënaqur, sepse argëtoheshin për një kohë. Por dëshironim si kur të kishte pak më shumë, përsa të ishte Çka është nga komuna do të ketë për krahje aktivitet, drejtori do të tregon se çka duhet edhe financiarisht, edhe me kujtësi, kontroll kreditor. Nëse është efektive, mendoni që është mirë ajo, atëherë do ta ndoshta ekziston dhe ta bëjmë edhe më. Kisha problem me drejtori. Drejtori më thotë që ta mos u ka me verone i receta